Krapule delikatesë sotme që do të kemi dy shije të kombinuara dy shije, mustard dhe mjalt. Është një recetë që me të vërtet ja vlen ta gatuani se ka një shije shumë delikatesë. Ky kombinim përshtatet shumë. Mustarda pak e në të adh shkon në të edh dhe mjalta bëhet një balansim jashtëzakonisht i mirë. Atëherë po filloj me kratë, spari po i prej kështu për gjysëm, në mënyrë që pastaj gjatë konsumimit t'jenë pak më të lezetshme, më të lehta. Marinohen, domethënë me mustard, mjalt, pak hudër, krep, piper dhe lëngun e gjysmë limonit me pak vaj ulliri. I lëm të pushojmë gjysmë ore në mënyrë që të marrin shije pak dhe pastaj do të piqen në 200 gradë. Nëse keni kohë pak më tepër, atëherë fillimisht ja çoni më shumë temperaturën, e ulni dhe në fund vetëm ja rritni në mënyrë që të rreshkën, them ashtu popullorçe. Këto janë ato recetat kryesisht që fëmijët i kanë përqefi shumë, kështu që të tilla bëj shpesh me shije të ndryshme. Gjithmonë kur keni të bëni me pulën thika me sharë, është shumë e përshtatshme, i pren shumë mirë. Vazhdoj me salsën. Dhe në qoftë se pëlqeni shije ndjekse, shkon shumë këtë recetë, kështu që mund t'i shtoni pak piper djegës. Kjo është domethënë shija që do t'ja japim, vetëm edhe pak vaj të ulliri. Një lugë mjalt, një lugë vaj, një lugë mustard. Gjitha ka një lugë për 1 kilogram krah. Shtoj mishin dhe kështu me dorë derisa secili krah ta merr shijen e salsës. Përzihen mirë. Duke i bërë kështu pak masazh. Tash kjo duhet të qëndroj së paku gjysmë ore të merr shije pak. Besoj që kanë marrë shije mjaftshëm, gjysmë ore, edhe pse edhe më tepër, ose qoftë edhe një natë më herët, edhe më mirë. Vendosi kështu në tepsi. Në fillim i mbuloj me një letër kuzhine. Edhe pse krahët tepër shpejt gatuhen. Shtoj vetëm pak ujë të vluar në fund të tepsisë. Që fillimin ta ketë më të lehtë të avullohen, edhe pse janë në fund, kjo bëhet pjekja si e zihet. Ndërkohë, do t'i servoj me orizin, zakonisht përshtaten tepër shumë me oriz, kështu që shkoj me oriz. E ky nuk ka nevojë të lahet.
Raporti 1:2. Piper. Dhe pak bajulliri. Mbyllim me kapak në temperaturë të ulët derisa të zihet, ndërkohë edhe krahët do të na piqen. Krahët janë gati që t'ja largoj letrën dhe foljen. E nga duhen pak që të reshkën sipër. Kështu që shikoni, tash këtu zirja është bë ashtu siç duhet, na mbetet vetëm të fitojmë teksturë sipër. Krahët i kam gati. E shikoni. Shikoni karamelizimin në fund. Ja dhe orizi është gati, shikoni sa mirë është zi. Kokër më kokër. Po i shtoj vetëm pak djeg, se me të vërtet kësaj recete përshtatet. Shija djeg të shumë. Ja pra miq, një recetë jashtëzakonisht delikatesë ku nuk dominon as shija e mjaltës, as e mustardës, po një shije që është shumë delikatesë. Takohemi nesër me recetën e radhës. Miru takosh.